Këto ndryshime mund të ndikojnë në thithjen e studentëve apo edhe atyre që janë larguar? Sigurisht që mund të ndikojnë, nëse financimet rriten, investimet në arsim pra janë akoma më të larta, pra nga momenti në moment ato rriten, sigurisht pra që ndikojnë, edhe unë mendoj që kjo ndikon edhe në plagën e madhe që ne kemi sot, pra emigrimin e të rinjve, që një pjesë e mirë e të rinjve nuk e kanë atë besimin e madh pra tek universitetet shqiptare dhe pjesa më e madhe kanë tendencën për të emigruar dhe për të qenë pjesë e tregut ndërkombëtar. Unë këtë do ta lidhja në fakt dhe me këshillimin e karrierës, që duhet të jetë funksional, qoftë në sistemin para universitar, por qoftë dhe në sistemin universitar. Pra, unë mendoj që kjo është një pikë kyçe për ta afruar universitetin më shumë me tregun e punës, dhe gjithashtu për t'i informuar më mirë këta student dhe një gjë tjetër që është e rëndësishme për t'i dhënë vlerën reale diplomave shqiptare. Gjithashtu, financimin në arsim e shoh si pikën kyçe, sigurisht për një arsim më cilësor, për profesionist më të kualifikuar dhe për një shoqëri më të zhvilluar. Pra, të gjitha këto ndryshime, e thash që në fillim, nëse nuk mbeten vetëm thjesht një rishikim i ligjit, por zbatohen pra realisht ashtu siç duhet apo siç është më e mira, duke qenë në një tavolinë ekspertësh, unë mendoj që janë një pikë shumë pozitive për ta çuar sistemin ton universitar më përpara dhe për t'i dhënë atë çka i meriton. Pra për gjithë studentët dhe gjithashtu për të ndihmuar realisht studentët për sa i përket edhe nga anës financiare, ekonomike, duke qenë se ju përmendët dhe ndërtimin e kampuseve universitare. Çfarë modeli financimi do të ishte më i përshtatshëm